Ekspozita e përvitshme Lirë 2025 u rikthye në edicionin e saj të 10, mbrëmjen e dieshme në Galerinë e Arteve Eduard Lirë në Berat, duke mbledhur piktorë nga vendi dhe diaspora, që sollën për artëdashësit punimet e tyre më të mira. Në këtë ekspozitë janë bashkuar 35 artistë nga qytete, breza dhe formime të ndryshme, duke ndërtuar një mozaik të pasur shprehjesh vizuale, teknikash dhe qasjesh estetike. Unë jam paraqitur me 2 punime. Një është krijim imagjinari, një peizazh të poezisë Skadares pa ty, ndërsa tjetra është një peizazh nga Thethi. Unë jam paraqitur me 2 punë në bronz, nudo në plazh. Pra, këto janë pjesë e një seti që kam unë, gati shumë, edhe vazhdojnë në këtë drejtim. Berati është një qytet me histori, me kulturë, me gjithë bagazhin që artistët e gjenë pa vështirësi, sepse është një qytet që ka rrugicat, ka kalan, ka peizazhin malor. Ekspozita e fundvitit shpalose si një ngjarje artistike, si edhe si një pikë e takimit të artit pamor bashkëkohor. Në ekspozitë ka marrë pjesë artistë të njohur, ta filmuar, por edhe artistë të rinj, cilët me përpjekjet, me talentin e tyre, janë duke krijuar profilet e tyre individuale në hapësirën artistike. Koncepti i kësaj ekspozite është që të krijojë një hapësirë të përbashkët, ku do ballafaqohen, të vijnë përballë eksperiencat dhe provojat krijuese të artistëve të ndryshëm për gjatë një viti. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 14 janar 2026, duke funksionuar gjatë kësaj periudhe si një hapësirë komunikimi me publikun ardashës, si edhe me turistët.